Shkruan Gjergj Zefi, vizita e befasishme e Viktor Orban në Subotic, në arsyetimin zyrtar të marrjes së një çmimi memorial, është një akt politik me peshë që shkon përtejt ceremonialit lokal. Në skenën e një qyteti të përzierë etnikisht, ku komuniteti hungarez ruan ende peshë politike dhe simbolike, Orban nuk erdhi vetëm për të nderuar të ndjerin Ishtvan Pastor, por për të dërguar një mesazh gjeopolitik që prek edhe interesat shqiptare në rajon. Orban dhe Vučić shfaqen si dy lider që po hartojnë një aleancë rajonale të mbështetur mbi nacionalizëm të kontrolluar, integrime të përzgjedhura dhe një Europë të filtruar, ku lojaliteti ndaj Brukselit është gjithnjë relativ. Serbisë duhet një mburojë brendshme europiane. Hungarisi duhet një aleat besnik në jug që e ndihmon të zgjerojë ndikimin. Të dyja palët e përdorin çështjen e minoriteteve për të ndërtuar ura ndikimi. Vučić me serbët jashtë, Orban me hungarezët në Vojvodin, Slovaki, Rumani e përtej. Ky çmim miqësie është në fakt një trofej heshtur për doktrinën urbaniste. Një Ballkan që përkrah autokracitë e kontrolluara ku lojtarët lokale shohin demokracinë si një mjet, jo si një qëllim. Orban e njeh mirë terrenin ku ndodhet një periferi e lëkundur e BE-s, ku çmimet dhe ceremonitë të tilla përkthehen në pushtet simbolik. Në këtë kuptim, Subotica nuk ishte një stacion i rastësishëm, ishte një pikë sinjali. Për shqiptarët në rajon, ky zhvillim duhet lexuar me kujdes. Nuk është çështje serbo-hungareze, por pjesë e një harte të re ndikimi, ku aleancat ndërtohen mbi baza historike, etnike dhe energjetike, jo gjithmonë në përputhje me interesat perëndimore dhe me integrimin e vërtetë evropian. Një Hungari që rrit ndikimin në Serbi është edhe një BE më e ndarë për Ballkanin. Një Serbi që përqafon Orbanin është një fqinj më i paparashikueshëm. Për shqiptarët në luginën e Preshevës, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, ky afrimitet serbo-hungarez duhet të ngrejë alarmin diplomatik. Aleancat që zyrtarisht promovojnë bashkëjetesën ndëretnike, në realitet janë platforma të kontrollit të minoriteteve për qëllime të brendshme politike. Ashtu si Orban përdor hungarezët e diasporës për të forcuar pushtetin në Budapest, Vučić ka ndërtuar një rrjet paralel institucional me serbët në veri të Kosovës dhe në pjesë të Maqedonisë së Veriut. Ndaj çdo akti i tillë, sado ceremonial të duket, është pjesë e një strategjie të ngadaltë për të vendosur kontroll mbi rajonin përmes miqësive të zgjuara. Heshtja e Tiranës dhe mungesa e reagimit nga Prishtina e Shkupje bën këtë edhe më shqetësuese. Në një Ballkan ku ndikimet po rindahen, kush hesht, humb.